Dy persona të dyshuar për lidhje me terrorizmin janë vënë në pranga nga forcat speciale Renea pas një operacioni të gjatë prej rreth 12 orësh në fshatin Orosh të Fusharzit. Ngjarja u zhvillua në një banesë të braktisur, ku dy të dyshuarit qëndronin prej disa kohësh dhe ishin të armatosur. Në banesë ndodhej 35 vjeçari Erzen Nuka me origjinë nga fshati Gjormi Kurbinit dhe Julian Cumraku, 34 vjeçar nga Puka. Të dy rezultonin persona me precedent penal dhe të njohur më herët për veprimtari të dyshuara kriminale. Operacioni nisi rreth orës 9 të mëngjesit të së hënës, kur policia e Pukës konstatoi një person të dyshimt që sapo pa uniformat blu u fut me shpejtësi në një banesë të braktisur. Pavarësisht thirrjeve të policisë që të dorëzohej, ai nuk ju bindi urdhrave dhe nisi të kërcënonte efektivët. Për shkak të rrezikshmërisë u kërkua ndërhyrja e forcave Renea. Forcat speciale mbritën në vend ngjarje dhe morën nën kontroll perimetrin e jashtëm, të siguruar më parë nga policia lokale dhe forcat shqiponja të policisë së Shkodrës. Gjatë negociatave, nga brenda banesës u qellua me armë në drejtim të punonjësve të policisë, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. Në vend ngjarje mbritën edhe familjarë të dyshuarve, të cilët u përfshin në procesin e negocimit. Pas orësh të tëra bisedimesh dhe thirrjesh për dorëzim, rreth 12 orë pas izolimit, Uka dhe Cumraku vendosën të dorëzohen pa një përplasje të mëtejshme. Në momentin e vetë dorëzimit, Erzen Nuka rezultoi me një plag plumbi në këmbë dhe u dërgua në spitalin e Shkodrës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga kontrolli i banesës u zbulua një arsenal i tërë armësh dhe materialesh të rrezikshme. Policia sekuestroi 4 armë zjarri automatike, një pistolet, granata dore, municion luftarak, element shpërthyes dhe një flamur të organizatës terroriste ISIS i vendosur në mur së bashku me armët. Erzen Uka, i njohur edhe si Hamza Uka, është një emër i njohur për organet e rendit. Ai ka shërbyer si komando dhe ka marrë pjesë në misione ushtarake në Irak dhe Afganistan. Prej 2007-s ka qenë nën vëzhgim për dyshime mbi radikalizim, ndërsa në 2019 u arrestua nga antiterrori për nxitje të urrejtjes me prirje ekstremiste. Në vitin 2020 u dënua me 3 vjet burg dhe është përmendur edhe për kërcënime ndaj punonjësve të drejtësisë. Ndërsa Julian Cumraku, shoku i tij, ka qenë më herët i dënuar për veprën penale të vjedhjes dhe kanosjes. Të dy tashmë akuzohen për disa vepra të rënda penale, përfshirë nxitjen e veprave terroriste, kundërshtimin e forcave të rendit, prodhimin dhe mbajtjen pa leje të armëve dhe materialeve shpërthyese.